Pogradeci vijon të jetë një nga destinacionet më të kërkuara nga turistët vendas dhe të huaj edhe gjatë sezonit turistik 2026. Sipas operatorëve, interesi për të vizituar dhe pushuar në qytetin liqenor ka shënuar rritje të ndjeshme krahasuar me vitet e mëparshme. Muaj korrika sjell një fluks të lartë pushuesish, kryesisht vendas, të cilët zgjedhin Pogradecin për klimën, peizazhin, shërbimin cilësor, traditën kulinare dhe çmimet e përballueshme, ku një natë qëndrimi nuk shkon më shumë se 5.000 lekë me mëngjesin dhe parkimin e përfshirë. Zgjedhin Pogradecin vetëm për klimën. Është klimë e mirë, pastërtia kemi qejf liçenje. Përgjithësi të mira vinë pastrojnë ato kontoret e plazhit në mëngjes edhe kujdesen. Plazh, situata, për sa shikoj unë, është shumë mirë. Nëse themi ndonjë për pastërti, për këto çadrat, për këto të gjithë gjëra. Sipas drejtorit të turizmit në Bashkinë e Pogradecit, qyteti nuk preferohet më vetëm për liçenin dhe klimën e tij, por vitet e fundit është rritur ndjeshëm edhe interesi turistëve për destinacionet kulturore dhe natyrore që ofron zona. Bazilika e Linit lidhur me numrin e vizitorëve, duke bërë një krahasim me vitin e kaluar, ka rreth 3500 turistë deri në këtë kohë të sezonit turistik, duke ditur që jemi pothuajse në mes të sezonit dhe piku më i madh arritet në muajin e korrikut dhe të gushtit. Liçeni, klima e favorshme, oferta e pasur turistike dhe çmimet konkurruese vijojnë ta mbajnë Pogradecin mes destinacioneve më të preferuara të juglindjes së vendit.